Pavarësisht se harxojnë miliona euro, sërish mungon siguria e faqeve online të institucioneve shtetërore dhe emailët e zyrtarëve të lartë dhe këtë gjë e tregojnë hakerimet e 10 rasteve. Gjithsesi, rasti i fundit nuk bën fjalë për një hakerim nga një grup i mirëfillt hakerash, por nga një 15 vjeçar nga Vlora. Policia thotë se e ka goditur rastin pas një hetimi 1 mujor nga krimi kibernetik dhe ka proceduar penalisht në gjendje të lirë të miturin në kuadër të operacionit të koduar akaunti. Si rezultat i hetimeve, u dokumentua veprimtaria e kundërligjshme e një shtetasi të mitur 15 vjeç, banues në Vlorë, i cili dyshohet se gjatë muajit mars 2025 ka ndërhyrë në mënyrë të pa autorizuar në të dhënat kompjuterike të disa institucioneve shtetërore, emaile dhe faqe zyrtare, duke shkaktuar ndërprerjen e funksionimit të tyre për periudha të caktuara kohore. Nga hetimet e deritanishme nuk ka rezultuar vjedhje të dhënave apo dokumenteve konfidenciale nga këto sisteme, thuhet në njoftimin e bluve të qytetit bregdetar. Autoritetet raportojnë se kanë sekuestruar disa pajisje të cilat do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të thelluara teknike, konkretisht 5 kompjuter laptop, 6 aparate celular dhe një dron. Policia thotë se vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.